Përpara ceremonisë për titullin qytetar nderi nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u prit në zyrën e saj nga kryetarja e bashkisë Sultana Ademi. Kryebashkiakja jo vetëm se i uroi mirë se ardhjen, por vlerësoi bashkëpunimin me qytetet e Kosovës në shumë fusha të ndryshme. Në shumë ardhur, sidomos gjatë sezonit turistik, shqiptarët dhe kosovarët janë në shpinë e vetë nga do ku vinë. Edhe për ne atë emocion ndryshon edhe rria e qytetit. Presidenti Thaçi falenderoi për mikpritjen. Ndjem edhe më mirë për Shkodrën që po ndryshon të mirë, po zhvillohet, po modernizohet, po kriju aftësi një qytet me pas dëshirë, nga fëmijë dhe krenarimi që falenderoj për punën tuaj së qytetit. Më pas, presidenti Thaçi zgjodhi që të ecë në këmbë së bashku me kryebashkiakën dhe shoqëruesit deri tek fototeka kombëtare Marubi nga Bashkia Shkodër. Aty kreu i shtetit kosovar u njoh me thesarin e pasur të Marubëve. Këtu gjejmë disa fotografi tjera, të cilat i përkasin teknikës së kolodiumit të lëngshëm, e cila njëkohësisht në kronologjinë e zhvillimit të teknikave fotografike të artit fotografisë, ajo është e treta në rëndëtitje për sa i përket vjetërsisë. Të gjitha këto dhoma ne gjejmë edhe një situatë të interierit të tyre, siç është edhe një moment ku unë juftoj që të bajmë gjithë edhe një fotografi, ju mund shikojni për këtu. Edhe dhomën është një rimodelim i studios. Në agjend, presidenti Thaçi kishte për të vizituar edhe kombëtaren e Kosovës, e cila ndodhet në Shkodër për ndeshjen eliminatore me Kroacinë, por këtë vizitë anulloi për shkak se nuk ndodheshin të gjithë lojtarët kosovar të grumbulluar.